Kjo fundjavë e parë e muajit prill ka rikthyer edhe një herë tjetër në qytetin e Vlorës trafikun e rënduar të automjeteve në disa prej segmenteve kryesore rrugore të qytetit. Moti mirë dhe me diell, njëkohësisht fundjava e parë me temperatura të larta, pas disa të tillave me mot të përkeqësuar, ka bërë që qindra pushues vendas të vinë drejt Vlorës për të kaluar 2 ditët e pushimit që kanë nga puna. Njëkohësisht një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Vlorës, të cilët këtë të shtune kanë një ditë pushimi, kanë dalë për shëtitje për fundjavë për të konsumuar një vakt jashtë apo kafe, duke përdorur automjetin. Kjo ka bërë që numri automjeteve të cilat qarkullojnë në rrugët kryesore të Vlorës të shumëfishohet, duke shkaktuar bllokim të qarkullimit rrugor në shumë segmente të qytetit, e shpeshherë drejtuesit janë përballur madje dhe me një trafik të rënduar. Aksi që ka patur përqendrimin më të lartë automjeteve ka qenë Transballkanike, një prej rrugëve kryesore të Vlorës. Me qindra automjete kanë lëvizur në të, duke mbetur në shumë raste edhe në trafik. Me e rënduar situata është paraqitur po ashtu pranë rreth rrotullimeve për shkak të makinave që vinë nga çdo anë, teksa edhe tek parku i tregtisë trafiku ka qenë po ashtu tepër më i rënduar se në çdo zonë tjetër të këtij segmenti. Mungesa e një rreth rrotullimi në të ka bërë që drejtuesit automjeteve mos të kenë mundësi orientimi, duke shkaktuar kaos. Fluks të lartë makinash edhe në bulevardin e Vlorës e po ashtu edhe në Lungomare, si dy prej zonave të qytetit të cilat janë më të frekuentuara. Për shkak të ngushtësisë së këtyre segmenteve rrugore, tepër e vështirë është t'i përshkosh ato në të gjithë gjatësinë e tyre, pa harxuar të paktën shumë minuta nga koha jote. Për shkak të kufizimit të lëvizjes në aksion rrugor në zonën e Albano dhe Rominës, i gjithë fluksi lëvizjeve është përqendruar në segmentet e tjera rrugore që lidhin Transballkaniken me bulevardin, duke e rënduar edhe më tej situatën. Trafiku shkaktohet edhe nga punimet që po kryen në Vlorë në disa prej segmenteve rrugore njëkohësisht, të cilat penalizojnë qarkullimin e automjeteve.